lindur ti? Është jo e lehtë të flasësh për vetë. Në një familje të thjeshtë, tiranase, dy prindrit e mi, mamaja valltare në ansamblin e shtetit, operas dhe baletit, babai ushtarak, dhe prindrit e mi, mamaja valltare në ansamblin e shtetit, operas dhe baletit, babai ushtarak, dhe gjithashtu në familjen tonë të vajzërisë pretimen, edhe me vllajën, në një shtëpi ku kam mbizotruar harmonia, është njerëzit, edhe të kesh mundësinë që të marrësh shumë dashuri, gjë që më ka plotësuar dhe kam pasur gjithmonë mbështetje. Çfarë mban mend nga ajo rruga Luiz Grakuqi? Ajo rruga Luiz Grakuqi ka një histori. Ato janë pallatet e artistëve. Unë në shkallën tonë kemi jetuar me të madhin Çesk Zadeja, dy pallate më tutje me të mëdhenj të skenës, Avni Mula, Gajo Çako, Luiza Çako, Inva më vonë, ime më sikur se thash artiste në valltare ansamblit. Unë jam rritur në fëmirin time, kujtoj një kohë të madhe kam shpenzuar në korridoret e teatrit, operas dhe baletit. Edhe ky ndoshta edhe aspekti estetik dhe artistik më janë ushqyer nga fakti që kam ndetur gjithmonë dhe kam parë se si artistët lodheshin aq shumë për të bërë një performancë, nga ana tjetër ata cilët ishin kori i operës, sepse njëra prej hallave të mia, Elira, ishte pjesë e korit, edhe unë mes vallës dhe operës zgjidhja gjithmonë këtë të dytën, dhe mbaj mend në fëmijëri që isha e dyzuar gjithmonë, por me tendencën e operës, sepse më tërhiqte shumë një model i një gruaje aty, që ishte Suzana Turku, dirigjentja në atë kohë e operës, korit operës, dhe Mariana Leka, ku vunë edhe ato shfaqjet e para të Traviatës në Shqip, edhe të karnavaleve të Korçës, ku unë këndoja PZ, pra isha aty, tek amfiteatri korit, dhe mendoja një ditë që mund të bëhesha këngëtare si halla ime, apo si Mariana, apo pse jo dhe një dirigjente e mirë si Suzana Turku. Jeta jon apo imja, po e them këtu se them e familjes tonë, ka qenë gjithmonë një jetë e mbushur me emocionet e skenës që vinin nga mami. Ajo nuk më ka shtyr të jem artiste, ndoshta sepse kompeticionin mes artistëve ka ndier vetë, dhe më thoshte gjithmonë që në art, sidomos tek pjesa e skuadrës, duhet përpiqesh fort edhe i pari të jesh të lodh. Edhe duhet të gjesh një Çfarë mban mend nga korridoret e teatrit operës për shkak? Mbaj mend vokalizat. Që kumbonin në ato korridoret e operës. Mbaj mend balerinët dhe balerinat që vraponin nëpër korridore për të ndruar, për të veshur. Mbaj mend kostumografin, një hapësirë gjigande me kostume, ku zhytesha aty dhe më dukej sikur i kisha provuar të gjitha dhe sikur isha vetë personazhi i operës. Më pëlqenin shumë kostumet tradicionale, makjazhi dhe gjithë aspektet që lidheshin me estetikën. Rri aty dhe i shikoja për orë se si bëheshin gati.